Komentar që ka me të rështu t'i slavra në ta? Atëre, për vjetuni të kësaj situatë të tonë, e kemë hunë shumë mujë, shumë javë, shumë ditë, vlefshme për Kosovën dhe shumë urësi. E besoj se sot është dita e kthesës, nga sot fillon me numëru koha ndryshme, dhe besoj shumë jam optimist se zgjedhjet do të jenë zgjidhja, edhe nuk do të humbim kohë pas zgjedhjeve, por do të kemi misionet e Kosovës. Dhe të jetë i kërkoj falje shqiptarëve të vendit gjithve, s'ka mos aty që më prejkë ma shumë, për këtë situatë që është kriju, po kemi qenë çdo herë në kërkim të zgjidhjes në kohë, por ka qenë pa mundësishme ta rrihet në zgjidhje duhur dhe pa ata që kishin fituar në shumicë më të madhe të votave. Faleminderit. Radina, mund të pyesim se ka posa dëgjime që dikush nga deputetët e AKS mund të votoj Glaukonicën sot. A janë të sigurt të jemi kështu votat e AKS? Aleanca është shumë e qëndrueshme në vendimet e veta. Çdo deklarim i yni më përpara ka qenë çështja e kryetarit të kuvendit, ka qenë i aleancës, jo vetëm i individëve. Edhe atëherë kur kemi votuar lirshëm, ka qenë vendimi i aleancës. Është vendimi i aleancës që votojnë kundër pra kësaj kandidature, këtij mandatari, që pashtu nuk është shumë i qëndrueshëm, sepse nuk ka paraqit në shkrimet, pra mendoj se zoti Konjusha duhet t'i kërkon falje qytetarëve që i ka vonuar 2 javë, nëse asgjë tjetër i ka vonuar 2 javë Kosovën e Shqipërisë dhe Kosovës. Që komentoni seancën që mbajt e që në fakt nuk u shpallin mbyllur la mundësia që të vazhdojnë? Po, tani këto janë disa zhvillime që nuk janë funksion as të drejtës kushtetues lishmërisë në Kosovë. Ne s'kemi marrë pjesë, nuk dojmë me komentu. Do t'japim llogari ata që po veprojnë kështu. Faleminderit se u duket ta morën rendin. Faleminderit.